Apo arritëm me bashkë me kryetarin e fshatit Selami Hotin, ku sot shënohet dita e të zhdukurve të luftës. Ecim se pas ka nisë më të bu. Sot veç, si që dim, tonë Kosova, është një ditë e veçantë, një datë e historisë së re të Kosovës, datë e dhimbshme për plot krenari. Sofra zbrazo që 27 vite në pritje, veç shikoni çfarë slogani. Ja dhe Islam Agjiu, gazetarë të kës, që i mbulon ngjarjen Dugazhin. Jemi sot me 27 prill, ku shënohet dita e të zhdukurve të luftës në Kosovë. Gjatë ditës kemi qenë me për homazhe. Tash jemi në Krushet Madhe, ku nuk dihet për fatin edhe gjatë e 4 personave, në mesin e tyre profesor Kushin Hoti. Tash në ardhë edhe të Uta Agjiu, Pesho. Cila do të qëndrojnë një javë e hapur në muzeun e masakrës. Fotot ose fotomaterial vetëm ndihshme brenda në muze, që do të rrinë të hapur në një javë, kurse këto matleta në pamje janë jashtë. Për një rast fjalën në bashkëpunim me shoqatën Këshniku, zonja Vera Hoti, e ftoj ta falenderoj shumë për një punë të madhe që ka bërë. Fillimisht kryetarë, shumë faleminderit që je këtu dhe të gjithë komisionin qeveristar, pjesëmarrës të tjerë në këtë ditë kombëtare që shënon ditën e të pagjeturve në Kosovë. Unë si shoqat familjarë për persona të zhdukur, në mesin e aktiviteteve të mia, ka vendosur të hap një ekspozitë me fotografi që dëshmojnë gjenocidin e Krishtë të Madhe, pikërisht në këtë vend që jemi sot dhe që 27 vite presin të gjejmë në muzeu të Katarë. Të kushës familjarë tonë. Në fotografitë brenda janë krimet më makabre që ka kryer Serbia fashiste mbi popullin e pafajshëm të Krushës së Madhe. Dhe në këtë pjesë jashtë janë aktivitete të ndryshme, secila fotografi bën një mesazh kryesisht për të shpërfaqur luftën reale që ka ndodhur në Kosovë, sidomos në Krushën e Madhe, dhe mesazhet e familjarëve, turbimet të ndryshme, gjithmonë me kërkesën për drejtësi. Unë zyrtarisht e shpalli të hapur këtë ekspozitë për të gjithë që vinë e vizitojnë. Faleminderit muzeut të Krushës së Madhe që gjithmonë është në bashkëpunim me mua si shoqat dhe me të gjithë të tjerë që bashkëpunojnë butë. Shumë faleminderit që jeni këtu dhe ju ftoj, nëse kryetari do ta ndërë fjalën tani, mandej ta vizitojnë fotografitë që i posaçojnë. Faleminderit që jeni këtu, faleminderit gjithëve. Mund të vazhdoj me vizitën këtu, a? Si që ceki fotot që janë më të rënda, janë brenda muzeut. Ato unë i pash, për fëmijë nuk janë. Weź, wycisz do co idę. Czyż do mnie. Jo, kjo plaka, 3 djemë që kanë vrarë.
Ka vdekje shkrejta ura atu, edhe baba dul ka vdek. Pa këtu, kur kom hi bazanat, tavani shpijes më mëzën. Ato janë shpijet e djegnë gjatë luftës që asaj verës. Shumë nona janë vdek, kanë shku në zemër të lëndune, broj, Zoti i madh. Jo në ratu. Ekspozita dorin e hapër si që ceki vera një javë, mirë po janë foto shumë ndihshme edhe nuk lejohen për fëmijë e tam personat madhor. Ndjeshmërinë e fëmijëve, sepse në themellimin e shoqatës ka qenë 400 fëmijë jetima, edhe gjithmonë jam rrit mos mi pa fëmijët këto foto, por ka ardhur një moment që na duhet sa më shumë të dëshmojmë luftën e vërtetë, që njerëzit ndërkombëtarisht të shohin çfarë ka ndodhur me shqiptarët në Kosovë dhe dihet kush i ka shkaktuar këto krime. Na duhet gjithmonë ta shpërfaqim sa më realisht ç'ish ka ndodhur dhe presim nga krejt institucionet që kërkesat tona të pashmangshme për njerëzit që i kemi humbur, që një ditë të jetë e vërteta, të familjarë, të kemi pushime dhe zemër të tyre se pa të vërteta dhe pa gjendje në tupa dhe të tyre. Kjo në Krushe kur ka qenë Robin Kuka dhe ministri Gjerman. Jam shef primat, po vazhdoj me lërtuaj dhe psikologikisht dhe për familjarët të tjerë që kanë humbur njerëzit, me vërtet është një luftë e vazhdueshme psikologjike. Këtu e kema Teuta Agji, unë ish deputete për 3-4 mandata dhe në komision të pagjetërve. Sot përshënojmë edhe në Krushe pas mejes. Si për ndjen vetën ku erdhe në Krushe? Në fakt nuk është hera parë që jam këtu, por është Në këtë ditë për çdo kur. një ndjenjë e veçantë sot, për shkak se dhimbja është shumë e madhe, por megjithatë unë i përgëzoj secilin që ka marrë një iniciativë për me bënë një ekspozitë të cilën i ndihmon gjeneratave të reja e ne sidomos me punun këtë drejtim që me i sjell edhe nxënësat e shkollës mesme, po pse jo, ndoshta ata që janë në klasën e 9, që me ju tregu se kjo histori e vendit tonë është la me gjak. Është ditë e shënuar, është 27 prilli, që është dita e të pagjetur në Kosovë. Unë prapë edhe sot bëj thirrje që derisa në meje kemi edhe 17 pagjetur, edhe në Krushe janë mbi 64 nëse nuk gaboj. Domethënë derisa të gjendet i fundit familjarët nuk e kanë qetësinë që duhet ta kenë, paktën ta kenë një vend ku mund ta sjellin një lule, jo që heket dhimbja asnjëherë, por paktën është ajo qetësia shpirtërore. Prandaj edhe një herë tham unë lum ai që e bën minimumin në mënyrë që mos shlyhet ajo kujtesa jonë kolektive, për shkak se puna më e madhe që është sot për sot është punojmë këtë drejtim dhe t'ju tregojmë edhe atyre që bajnë shkrime sa për interesa të dikujt tjetër, e që shumë herë, pra siç ka qenë edhe ekspozita e Shkëlzen Gashit, që tregon që masakrat në Kosovë nuk kanë qenë civil, por kanë qenë të armatosur, ashtu si çaj e ka thënë dhe ka dalë me një numër sipas dëshirës së tij apo interesave që ai veç ai e din. Prandaj edhe një herë derisa ne punojmë në këtë interes, edhe unë edhe një herë e shfrytëzoj rastin me përgëzu secilin zonjën fjalë, Selamin edhe gjithë banorët, ju mbi gjitha për shkak se ju keni qenë kompakt dhe keni punuar në këtë drejtim. Prandaj ky është një vend ku secili ka obligim, të paktën obligim njerëzor është më ardhmë vizitu edhe ditë të tjera, jo vetëm në këtë ditë shënume që është dita që ne nuk guxojmë me harru asnjëherë. Faleminderit shumë. Faleminderit. Tash po shkojmë te vendi ku janë edhe gjatë 4 vende pa varë që presin mu gjetë. Më thash Zoti mas pari unë mos vdes. Tha u gjeta dhe ndonjë me pa të babës se tjetëri këtë.
se vinë fëmija e kërkojnë e s'pe din çka është i zhdukur me qenë. A i vëzën? Ha? Sa bukur. Ndarim 1 minutë heshtje për gjithë të rënët e Krushës Madhe dhe mbarë Kosovës. Lavdi. Këtu kema dhe selamia. Po, faleminderit. Faleminderit. Tash po vim të vendi. Unë e u gënohë në shtë po, unë këmër herë, s'kom ditë për mene. Që edhe Arbeni në katë. Prej mërgjimi. Mi mrama gjithë, mi mrama nana, motra të ndërume të familjarëve që akoma sot i kujtojmë. Jo vetëm në Krushë Madhe, po në mbarë Kosovën. Sot jemi këtu në këtë vend, pranë varave të rezervuara për familjarët e tanë, të cilët i presim që 27 vite e më shumë. Është një histori e dhimbshme, është një ditë që na detyron edhe në aspektin shtetëror që të jo vetëm të rikujtojmë, të kujtojmë, të mos harrojmë, po të mos ndalim asnjëherë së kërkuari për të kuptuar fatin, vendodhjen e tyre dhe për të kuptuar se ku i ka lënë Serbia këta njerëz. Të marrur, të vjedhur, të kidnapuar, të zhdukur dhunshëm dhe pa na e treguar adresën. Ne si familjar asnjëherë nuk kemi ndalu edhe nuk do të ndalojmë se kërkuari duke falendëru secilin veç e veç për çfarëdo lloj kontributi që ka bërë për të na ndihmuar, pasi që edhe vetë njerëz që sot udhëheqin shtetin kanë qenë pjesë apo janë pjesë e familjeve të vrarë, të zhdukur, të masakruar, të kidnapuar apo të zhdukur në forma të tjera. Mirë, ajo çfarë ne do të kërkojmë nga të gjithë është që të bëjnë më shumë, të bëhen bashkë dhe të mos ndalojnë, sepse duhet ta dinë të gjithë se të gjitha beneficionet, të gjitha pozicionet, të gjitha të mira që i gëzojnë janë fal njerëzve të cilët tu pushojnë, qofshin në ujë, në dhej apo kudo tjetër përveç Krushës së Madhe. Andaj është obligim shtetëror, moral, qytetar, intelektual i çdo njeri që të bëjë më shumë. Duke e falendëruar secilin veç e veç, ju lutim që të bëheni bashkë dhe të mos ndaloni. Asnjëherë nuk është vonë. Para 2-3 ditësh në Kroaci u gjet varrez masive luftës së dytë botërore. Kjo nuk do të thonë që ne i kemi humbur shpresat, por kjo do të thonë që të na mobilizojë akoma më shumë që mos ndalojmë. Sonte me ne janë edhe kryetari i komunës zoti Ismail Latifi, është kushtrim gara bashkë me bashkëpunëtor të Komisionit Qeveritar për të zhdukur me dhunë, është zonja Teut Haxhiu, ish deputete, profesoresh, familjare, është Baci Ibrahim Haxhiu, i cili që nga pas lufta nuk ka ndaluar asnjëherë përfaqësuesi familjeve nga Botusha, që sot ishin bashkë me ne në Korenis, e gjithandej. Është zoti Gjocaj, është agron Limani nga Krusha e Vogël, me cilët kemi edhe fatin e njëjtë, sigurisht se gjithë
Kemi edhe Borin Krasnishin që i kemi edhe familjarët e tij këtu në Krush, edhe deputetët edhe të zonës, asamblejistët e gjithë ju familjarë që jeni me ne, po gjithë ata që nuk kanë mujtë të arrijnë të jenë sonte bashkë me ne për arsye të ndryshme, ju falenderojmë dhe ju kërkojmë që mos ndalojmë, po të na ofroni, nëse nuk mundeni më tepër, bile spaku, mos na pengoni në rrugtimin. Ju faleminderit gjithë. Për një fjalë rasti, ftoj zotin Kushtrim Gara që të na jep ndonjë informacion në lidhje me zhvillimet e fundit të vend vorrimeve apo gërmimeve të fundit që ka ndodhur në tërë territorin e Kosovës dhe ato në Serbi. Faleminderit Selami, faleminderit kryetari i komunës, ndërruar zoti Ismail Latifi, për të mos i përmendur një gjithë ju në radhë. Sigurisht që vlerësoj shumë që jemi sot bashkë, edhe me familjarë në tokën nga Meja, nga Krusha Vogël, po gjithashtu me familjarë nga Krusha Madhe, po me familjet që dhe familjarë që dhanë gjithçka për lirinë që provizojmë sot. Dhe po e nisim me ato që do ta them gjithmonë fund, respektin dhe menjojnë më thellë për gjitha familjet, cilët përkundër dhimbjes, përkundër ankthit pritjes, në vazhdimsi kanë përshtetër, kanë përkrahur punë në institucione, nga punë në Komision Qytetar të Durrësit. Sa ta vëntu telefon, për me telefonin të Lamijës, që si të bëjmë përpjekje që përkundër angazhimeve, po atë në një veçantë sot, që të jemi pranishëm bashkë me ju, të ndëruar familjarë të Krushës Madhe, të ndëruar të Shqen, që edhe të ndajmë ndihmën bashkë, po edhe nga ky vend, nga ky lokacion ose nga ky vend nderimi, nga ky vend i dhimbjes madhe, po të njëjtën kohë edhe i krenarisë, edhe krushane, po i krenarisë kombëtare, bashkohemi në thirrjen për bashkësinë ndërkombëtare për më shumë presion ndaj institucioneve të Serbisë për që më bashkëpunosin këtë proces. Meq përkundër që jemi në 7 vite pas luftës, po shton popullin tonë që koha shëron plagët, po e kundërta është të rastet e familjes të persona zgjuar me forcë, të rastet e familjes viktima të luftës, përkundrazi koha po rëndon edhe ashtu edhe më shumë plagën e rëndë dhe këtë rast plagët si kjo që mbetet e hapur pra për sufatin dhe mendodhin e personave ose familjarëve tanë ose mëdarëve tanë, mund të shërohen vetëm me të vërtetën dhe drejtësinë. Dhe vetëm në këtë rast ne mund të kemi të mbetësim dhimbjes dhe ankthit pritjes të vijë fundi. Ne si Komision Qytetar edhe në këto ditë të dhimbjes madhe edhe në 27 prillin që është po kontrollojmë se 27 prill territori i masakrës Mejet, po edhe 26 marsin e Krushës Madhe, Krushës Vogël, çdo datë, çdo ditë e këtyre muajve ku bliron dhimbja, sigurisht që krahas të bashkëndarjes së dhimbjes me ju familjarë nderuar dhe këtë rast nderimit përbashkë për gjithë ata që dhanë më shtrejtën jetën për lirinë e Kosovës, zotohemi për angazhim edhe si Komision Qytetar bashkë me institucion që janë pjesë të procesi, angazhim maksimal deri në ndryshimin e plot fatit dhe vendosjes gjithë personave të zhdukur. Sfidë thash mbeten institucionet ose dana që duhet vinë nga institucionet e Serbisë, sepse rrjedhimisht me anë territorin e Kosovës, me nxita nga fjala e Selamiut për dom pak kollësi, nuk do të ketë rast ose lokacion në cilin ne do të kryejmë gërmime të vlerësuese për pjekjen e vazhdueshme institucionale për të respektuar një drejtë elementare si është drejta familjes për ditë patjen dhe vendodhen në të dashur të tyre. Sfond me gjithë edhe përmes mediave besoj keni përcjell kemi qenë të angazhuar deri gjatë këtyre ditëve në lokacionin ndalit të qytetit Draveci pra në afërsi të Varrezave, qytetit të Varrezave Marterëve. Një lokacion që potencialisht mund të themi prapë, sipas danave dhe informatave që po sigurojmë vazhdimsi nga partnerët ndërkombëtar, këtë atë një veçanë nga Komiteti Ndërkombëtar i Kyçkuq. Janë 4 lokacione ndërmjetare në territorin e Kosovës, kemi edhe 7 rrethë të cilat presim të zbatojmë ditë vijim. Dhe sigurisht që viti 2026 do të ketë dinamikën e shtuar në këtë proces, siç ata gjithmonë përpjekën për të respektuar një drejtë elementare të familjes që drejta për ditë. Kur premtova Selamiut që do të jemi pranishëm në Krush, dhe më duhet me lidhë edhe me ekspozitën që pam pak më parë, me që nuk di ashtu duar, po e përdor me shumë kujdes që u befasova në kuptimin pozitiv. Me që me zonjën vera në komunikim që kemi pas gjatë javës kaluar, ekspozita ka qenë planifikuar të jetë në një format ndrysh ose në një lokacion ndryshe ose tjetër. Megjithatë për shkak të disa rrethanave pa qarta që u krijuan, kushtimisht po them dështojnë planifikimin e parë, por u realizu sot në një vend që merr edhe kuptim shumë më të veçantë kjo ekspozitë dhe pikërisht si në rastin e zonjës Vera Hoti, i them pikërisht familjarët e personave të zgjuar, që pavarësisht rrethana pavarësisht sfidave, asnjëherë nuk dorëzohen në angazhimin dhe aprimin e përbashkët edhe me institucionet që të mësojmë sa më parë vërtetën. Juve si familjar, mirënjohjen dhe respektin më të thellë, viktimat masakrës së Krushës, viktimat të genocidit në Kosovë, përjetësisht lartësi.
Faleminderit. Ka shumë për të folë, unë para se me ju dhënë fjallën e të tjerëve, dua edhe një falendrim të bëj për motrën Verë, e cila e ka bërë këtë punë, edhe që e bën për sa vite, dhe njëkohësisht ju ftoj të gjithë nga Krusha, nga Rrethina, nga tanë Kosova, që mos ndaloni në forma që ju i mendoni që janë të mira, e që janë jo vetëm për t'i përkujtuar, por edhe për t'a mbajtur gjallë, edhe për të punuar që mos të harrohen krimet. Me zotin Selami Elçani, me Verën, me kushtrimin e me të tjerë, keni qenë më shumë se 2 vite në për Evropë, në ishull në Britani, edhe pse s'ka lidhje kush ka qenë, kush s'ka qenë, deri në Amerikë. Kështu që për shkak të mungesës së fondeve nuk kemi arritur që ne të vazhdojmë tutje, por kjo nuk do me thënë që ju nuk mundeni me e bo. Të gjithë kushdo që keni forma, që gjeni forma, çfarëdo formë mund ta bëni. Edhe një herë, një apel që e kem bo edhe disa ditë më herët. Në Krusht Madhe, në tanë Kosovën, policia, departamenti i krimeve të luftës është duke punu në vazhdimsi. Andaj ju të gjithë që e di që jeni lodhë, e di që ju kanë marrë intervista, ju kanë marrë artefakte, nuk ju kanë kthy. E di që është kthim në përjetim, por mos ndaloni sepse ka rezultate edhe e kemi thënë shumë herë, kriminali dhe viktima nuk mund të jetojnë në një hapësirë të njëjtë. Nuk mundemi ne të qaj me ata të gëzojnë. Andaj, flisni me ta, jepni deklaratat, tregoni emrat nëse i njihni, e dim që nuk kemi pas kontakte shumë me ta. Por një pas një, lidhje pas lidhje, sikur se mozaiku, të arrijmë që t'i kapim ata kriminal edhe ta marrin dënimin e meritum. Faleminderit të gjithëve, urdhoni kryetar, urdhoni kush doni me fol. Sinqerisht e kam, për shkak se jem në një vend që tha dhe kushtrimi, në një vend duhun për ekspozitën që flet shumë, dhimbja është shumë e madhe, mirë po me punu në kujtesen gjeneratave që vinë e me përqu në një mesazh që mos me harru që ka i ka ndodhë popullit tonë, kjo është detyra jonë. Prandaj, në që drejtim, unë ju përgëzoj, thash edhe një herë, gjitha nanat edhe gjithë komunitetin e kësaj jane, për punën vullnetare që gjithmonë e keni bo. Ma e pakta që mune me bo na është me marrë pjesë në ditë të shënume, mirë po kjo nuk do të thotë që janë vetëm 27 prilli që është dita ndërkombëtare e të pagjeturve në Kosovë, sado që masakra më e madhe për nga numri është Meja, por megjithatë Krusha e madhe, Krusha e vogël dhe secila masakër në vete është një histori në vete, që të regojnë edhe njëherë që liria nuk ka qenë e lehtë për me ardhë, po falë gjakut të secilit, e falë kontributit të secilis familje, pra sot na e gëzojmë liri. Edhe njëherë uroj që në përvjetoret e tjera kemi lajme të mira për ata që na kanë mbetë ende të pagjetur. Qetësia familjes, qetësia e secilit që ka punu me vite tona për 27 vite, të fillu edhe për kushtrimit, po edhe prej secilit përfaqësues në secilin masakër, është qetësi absolute vetëm atëherë kur ne nuk bëjmë thirrje më për të pagjeturit, por thjesht i kujtojmë me nder e respekt. Respekt për familjen e ty, edhe një herë Vera përgëzoj për zemrës, ty edhe secilin që mundet me bo diçka në këtë drejtim që mos me harru asnjëherë që vërtet çka na ka ndodhur, sepse unë e kujtoj shpesh në Fërdënie, që më shku 2008 në isha si nën kryetare e komunës Gjakovës me presidentin Fatmir Sejdiu, kur kemi hyrë në shtëpinë Mozej tash të nën Fërdënies, presidenti atëherë më tha Fërdënie apo më i mohesh. Po tha, ka edhe mazi. Me shumë sinqeritet ju them, unë në ato momente thash aman zot çka ka mazi, 4 fëmijë. Mazi thash me mhup mu mendja kresë. E mos me ditë me tregu çka më ka ndodhur fëmijëve të mi. Për mu, fjala e saj është mesazh, është gjithçka. Prandaj edhe një herë nder e respekt për secilin prej juve, gjithmonë i kujtofshim edhe e mbyllshim sa më parë këtë s'po thon projekt me gjetjen e secilit mision, në fakt, secilit familjar, sepse
unë e di që janë rritë fëmijët aty në që kanë mbet, por e kujtoj një vajzë që kemi në Ndëvrësh, që ajo në atë kohë ka qenë shumë e vogël edhe gjithmonë thotë, unë ëndër e kam me pas një vend ku me quni një lullet e varri i prindit tim. Prandaj edhe njëherë faleminderit shumë për mundësi. Po unë isha shumë e vogël në këtë drejtim, po faleminderit për shumë që e kam marrë. Nga tragjedit e Krushës e të mbarë Kosovës, ju faleminderit, mos ndalojmë gjithë bashkë ecim tutje dhe tani ju këshaftu që në hirtë dhe në shenjë respekti për gjithë ata që sot i kujtojmë që janë gjithmonë me ne, të japim nga një kafe, diku